3.000 metra nën sipërfaqe, aty ku drita e diellit u shua një orë më parë, diçka po gjuan. Uji këtu nuk është thjesht i errët, është një dhomë presioni që të shtypte kockat e njeriut në copëza. 10 herë presioni atmosferik për centimetër katror shtypin nga çdo drejtim, mjaftueshëm të ftohta për t'i ndalur zemrën një njeriu brenda pak minutash. Dhe në këtë zbrazëti, një balen sperm sapo ka filluar lëvizjen. Rrahjet e zemrës i ngadalsohen ndjeshëm, 60 rrahje në minutë në sipërfaqe, tani zbresin në 10. Trupi i balenës mbyll gjithçka jo thelbësore, duke i drejtuar oksigjenin drejt trurit dhe muskujve. Ajo e ka mbajtur frymën për 40 minuta, pastaj fillon. Një tingull aq i fuqishëm sa do t'i çante daullet e veshit një njeriu. Klikimet të shpejta shpërthejnë në errësirë si zjarr armësh nënojore, secila duke mbartur më shumë energji akustike sesa një motor avioni në ngritje. Balena po skanon, po hartëzon, po ndërton një imazh tridimensional të diçkaje gjigande që lëviz në thellësitë më poshtë. Pastaj kthehet jehona, diçka me krah më të gjatë se një autobus, me trup të mbuluar me thithëza të rrethuara nga grepa, të mpret si brisk. Jo vertebrori më i madh në tokë, një kalamar gjigant. Për shumicën e kafshëve në tokë, jeta ndodh në dritë, por balenat sperm jetojnë në një botë ku pothuajse asnjë krijes nuk hyn. Një univers vertikal që shtrihet kilometra nën sipërfaqe, ku presioni shtyp metalin dhe drita e diellit nuk ka ekzistuar kurrë. Ajo që i bën balenat sperm kaq të jashtëzakonshme nuk është vetëm madhësia e tyre, truri i tyre apo fuqia e tyre. Është fakti se sa pak dim vërtet për to. Për një kafshë sa një aeroplan, ato janë praktikisht të padukshme. Ato kalojnë më shumë se 70% të jetës së tyre në një zonë ku njerëzit nuk mund të arrijnë. Një vend aq të thellë sa edhe në ndecet e kanë të vështirë të mbjetojnë aty për më shumë se disa minuta. Pothuajse asgjë nga kjo botë nuk është parë ndonjëherë. Ne studiojmë luanët, tigrat dhe peshkaqenët sepse mund t'i shohim. Balenat sperm përkundrazi studiohen përmes hijeve, jehonave dhe plagëve. Ato janë gjëja më e afërt që toka ka me përbindësha të vërtet deti, jo sepse janë të merruese, por sepse janë të panjohura. Edhe rutinat e tyre të përditshme mbeten një mister. Ende nuk dim si vendosin kur të zhyten, sa kohë flen vërtet, apo si lëndrojnë nëpër oqeane, sa kontinente të tëra. Ndonjëherë, shkencëtarët vëzhgojnë grupe të tëra balenash sperm që notojnë vertikalisht në ujë, si një pyll shtyllash gri që lëviz ngadalë, duke fjetur në këmbë. Askush nuk e di përse. Pastaj është mënyra se si komunikojnë. Balenat sperm flasin përmes sekuencave të klikimeve të quajtur kode, modele aq komplekse sa disa shkencëtar besojnë se ato formojnë dialekte rajonale, apo edhe strukturën e hershme të një gjuhe të vërtet. Imagjino një kafshë me tru 6 herë më të madh se yni, që jeton në një botë që ne nuk e kemi parë kurrë, duke folur në një kod që ende nuk mund ta kuptojmë. Her pas here, thellësia lejon një vështrim, dhe kur ndodh, ajo ndryshon gjithçka. Zhytësit kanë hasur balena sperm në momente që nuk duhet të ishin të mundshme. Imagjino teksa po qëndron pezull në ujë të hapur, pa peshë dhe i pambrojtur, dhe pa pritur, diçka gjigande lëviz drejt teje përmes blusë së thellë të oqeanit. Klikimet fillojnë më të buta nga sa priti, të qëllimshme. Balena po të skanon nga brenda, mushkërit, brinjet, duke ndërtuar një imazh të plotë, tridimensional të asaj që je. Pastaj, ajo thjesht qëndron pezull, duke vëzhguar. Ndonjëherë e anojnë trupin për të lexuar më qartë jehonat. Ndonjëherë rrotullohen ngadalë, duke klikuar në modele që tingëllojnë pothuajse si bisedë. Dhe në momente të rralla, momente që i lën njerëzit duke u dridhur, ato përgjigjen. Këto nuk janë rastësi, janë ndërveprime. Këto kafshë kanë trurin 6 herë më të madh se yni dhe ndajnë të njëjtat struktura nervore që lidhen me dhëmbshurinë, dashurinë dhe gjuhën tek njerëzit.
Ato i kanë pasur këto struktura 15 milion vjet më gjatë se ne. Mund të jenë duke folur një nga gjuhët më të sofistikuara në tokë, dhe pavarësisht gjithçkaje që u kemi bërë, shekuj masakrash, zhdukje pothuajse totale, kur ne hym në botën e tyre të pambrojtur dhe kureshtar, ato nuk ikin, as nuk sulmojnë. Ato kthehen nga ne, përpiqen të na kuptojnë, gjigant me fuqinë për të vrarë, që zgjedhin në vend të kësaj të komunikojnë, të lidhen. Për shekuj me radhë, njerëzit i njinin balenat sperm vetëm nga sipërfaqja dhe gjithçka rreth tyre, dukej e gabuar. Detarët e shekullit të 18 i quanin djaj deti, Leviathan. Disa besonin se ishin vetë krakeni, përbindësh i legjendave, që ngrihej nga Homera për të tërhequr anijet në thellësi. Kur qëndron në kuvertën e një anije prej druri në mes të Atlantikut dhe një kokë 15 metra e gjatë del nga mjegulla, duke nxjerr re avulli që mban erë vdekje, nuk mendon gjitar, mendon mangth. As tingujt nuk ndihmonin. Anijet që kalonin në oqeanin e hapur dëgjonin goditje të forta ritmike nga poshtë, sikur diçka gjigande po godiste trupin e anijes. Ekuipazhet besonin se po përndiqeshin. Disa mendonin se ishin shpirtra. Të tjerë friksoheshin se anija po të coptoi. Ishin balenat sperm duke komunikuar. Pastaj ishin plagët. Kur gjuetarët e balenave filluan t'i vrisin këto kafsh në numër të mjaftueshëm për t'i studiuar nga afër, zbuluan diçka që i tmerroi. Shenja rrethore që mbulonin kokat dhe trupat e balenave, disa gati 30 cm në diametër, të rrethuara nga prerje më të vogla, si shenja dhëmbësh, shenja thithëzash. Nëse balenat dukeshin kështu, me çfarë po luftonin? Miti i kalamari gjigant nuk lindi nga imagjinata, por nga prova e gdhendur në mish të gjallë. Frika u bë reale në vitin 1820. Një anije gjitare balenave u përplas nga një balenë sperm në mes të paqësorit, jo rastësisht, por qëllimisht. Balena e goditi anijen 2 herë, i çau trupin dhe e fundosi. Ekuipazhi kaloi muaj të tërë duke lundruar pa drejtim në varka shpëtimi. Disa ju drejtuan kanibalizmit për të mbijetuar. Të mbijetuarit treguan histori për një balenë që dukej e vetëdijshme, e zemëruar dhe hakmarrëse. Herman Melville i dëgjoi këto histori dhe 30 vjet më vonë shkroi Moby Dick. Balena e bardhë nuk ishte trillim. Ishte frikë e vënë në emër. Frika nga diçka gjigande dhe e fuqishme që jetonte në një botë ku ne nuk mund të hynim, por që mund të ngrihej dhe të na shkatronte gjithsesi. Në vitet 1700, balenat sperm u bën kafshët më të vlefshme në tokë. Jo për shkak të asaj që ishin, por për shkak të asaj që mbartnin. Brenda asaj koke gjigande, e përqendruar në organin e spermacetit, gjenden një vaj i pastër, pa erë dhe ndryshe nga çdo gjë tjetër në natyrë. Nuk nxirrte tym kur digjej, nuk ngrinte në dimër, lubrifikonte makineritë më mirë se çdo substancë që njerëzit kishin zbuluar deri atëherë, dhe ndriçonte llambat më fort e më pastër se çdo karburant tjetër. Vaji i spermacetit fuqizoi revolucionin industrial. Ai ndriçoi qytete të tëra, mbajti në punë makineritë e fabrikave, ishte ar i lëngshëm. Dhe kështu filloi gjuetia. Anijet e gjuetisë së balenave u nisën nga portet e Anglisë së Re, duke udhëtuar përtej oqeaneve të tëra për muaj, donjëherë për vite me radhë. Ekuipazhet vëzhgonin horizontin çdo ditë në kërkim të frymëmarrjes karakteristike. Në momentin që e dallonin, ndjekja fillonte. Varkat të vogla lëshoheshin në ujë, harponët gati, duke u drejtuar me rrema drejt kafshëve sa autobus. Balenat përplaseshin në agoni, oqeani bëhej i kuq. Frymëmarrjet e tyre ktheheshin nga ajër në spërkatje gjaku. Dhe tinguj që nxirrnin, thirrje të ulta, të pikëlluara, që përhapeshin kilometra nën ujë, ishin tinguj paniku. Thirrje dëshpërimi, drejtuar pjesës tjetër të tufës. Balenat e tjera i dëgjonin dhe mësonin. Tufat e balenave sperm filluan të iknin sa po shihnin anije. Nënat pozicionoheshin mes varkave dhe këlyshve të tyre. Disa kundër sulmonin, duke goditur varkat me bisht, duke tërhequr njerëzit nën ujë. Por nuk mund të luftonin harponët.
nuk mund të shpëtonin anijeve që fillimisht lëvizin me vela dhe më pas me motor me avull. Nga mesi i viteve 1800, oqeanet ishin mbushur me flota gjuetie, amerikane, britanike, holandeze, japoneze, të gjitha duke ndjekur të njëjtën kafshë, duke i çuar popullatat drejt kolapsit. Zona që dikur shtrehonin qindra balena, pa numrat, të bien në shifra një shifrore. Dhe balenat sperm rikuperohen ngadalë. Femrat nuk arrin pjekurinë seksuale deri rreth moshës 9 vjeç. Shtatzënit zgjasin 15 muaj. Një këlysh lind çdo 5 deri në 7 vjet. Nuk mund të mbash një popullat që i përdhuhet kaq ngadalë, kur mira vriten çdo vit. Në fillim të viteve 1900, popullatat e balenave sperm kishin rënë. Disa vlerësime sugjerojnë se njerëzit vranë mbi 1 milion prej tyre, ndoshta më shumë. Popullata të tëra rajonale u zhdukën, diversiteti gjenetik u shemb. Më në fund, në vitin 1986, moratoriumi global i gjuetisë së balenave hyri në fuqi, tepër vonë për shumë, por pikërisht në kohë për disa. Numrat e balenave sperm janë rimëkëmbur ngadalë, jo në nivelet e dikurshme, as afër tyre, por mjaftueshëm sa të mos jenë më në prag të menjëhershëm të zhdukjes. Ato mbijetuan, për pak. Ne pothuajse i fshim nga planeti, dhe megjithatë, kurrë nuk i kuptuam vërtet. Për të kuptuar se kush janë në të vërtet balenat sperm, duhet të kthehemi në thellësi. Ja çfarë ndodh kur zhytesh 3000 metra nën sipërfaqe. Presioni në atë thellësi është rreth 300 herë më i madh sa ai në nivelin e detit. Mjaftueshëm për ta kthyer një makinë në një kub, mjaftueshëm sa për të imploduar një nëndetse nëse nuk është ndërtuar në mënyrë të përsosur. Megjithatë, balenat sperm e bëjnë këtë 10 herë në ditë, duke mbajtur frymën për më shumë se 1 orë. Pastaj, duke u kthyer qetësisht në sipërfaqe, sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Çdo pjesë e trupit të tyre është një zgjidhje për një problem që do të vriste pothuajse çdo qenie tjetër. Fillojmë me kokën. Ajo mas katrore, 9 metra e gjatë, si një dash goditës. Nuk është thjesht për pamje, është një top biologjik sonar. Brenda saj ndodhet organi i spermacetit, i mbushur me deri në 1 ton vaj dyllor. Tingulli lind thellë në kanalet hundore të balenës, udhëton përmes këtij vaji, i cili e fokuson sinjalente akustike. Dhe më pas, lëshohet përpara në një rreze të drejtuar. Rezultati janë klikime që arrin rreth 230 decibel. Për krahasim, një motor avioni në fuqi të plot prodhon rreth 140 decibel. Po flasim për energji zanore, mira herë më intensive. Zhytësit kanë raportuar si i kanë ndier klikimet të kalojnë përmes kraharorit si një goditje fizike, një grusht prej tingulli. Tani shiko trupin. Balenat sperm jo thjesht e mbajnë frymën, ato i kolapsojnë në mënyrë aktive mushkëri gjatë zbritjes. Kjo pra ndalon tretjen e azotit në gjak, i njëjti proces që u shkakton zhytësve njerëzor sëmundjen e dekompresimit. Brinjet e tyre janë fleksible, duke u përkulur nga presioni në vend që të thyen. Gjaku i tyre përmban përqendrime shumë të larta hemoglobine së yni, duke lidhur oksigjenin më me efikasitet. Muskujt e tyre janë të mbushur me mioglobin, një protein që ruan oksigjenin drejt për drejt në inde, aq shumë sa mishi i tyre duket pothuajse i zi. Kur një balenë zhytet, nuk mbështetet te ajri në mushkëri. Ajo funksionon me oksigjenin e ruajtur në çdo fiber të trupit të saj. Vetë zemra është një kryevepër e inxhinierisë biologjike. Në sipërfaqe, rreh afërsisht 60 herë në minutë. Gjatë një zhytje, ngadalsohet në rreth 10. Balena hyn në një gjendje të kontrolluar, pothuajse fikje, duke i drejtuar gjakun vetëm drejt trurit dhe muskujve thelbësor. Çdo gjë tjetër shkon në gjendje fjetje. Dhe pastaj është truri, më i madhi në tokë, afërsisht 6 herë më i madh se yni. Madhësia nuk barazohet domosdoshmërisht me inteligjencën, por struktura e tij është jashtëzakonshme. Rajonet të mëdha i kushtohen përpunimit të tingullit. Rrugë nervore të ndërtuara për hartëzim hapësinor tridimensional në errësirë totale. Kjo nuk është një kafshë që thjesht u përshtat me thellësinë. Është një kafshë që rishkroi rregullat e asaj që biologjikisht është e mundur. Dhe mbjetesa në thellësi kërkon më shumë se inxhinieri, kërkon inteligjencë.
Balenat sperm nuk klikojnë vetëm për të gjuajtur, ato klikojnë për të folur. Këto modele, të njohura si kode, janë sekuenca ritmike klikimesh që ngjajnë me kodin Morse. Çdo model është i veçantë, përsëritet dhe njihet nga balena të tjera për kilometra të tëra oqeani. Dhe këtu gjërat bëhen të çuditshme. Klane të ndryshme kanë dialekte të ndryshme. Balenat në Karaibe nuk klikojnë njësoj si balenat pranë brigjeve të Japonisë. Tufat që udhëtojnë së bashku zhvillojnë modelet të përbashkëta klikimesh, sekuenca identifikuese që i prezantojnë ato para grupeve të tjera. Kjo sjellje nuk është instinktive, është e mësuar. Këlyshët nuk lindin duke i ditur kodet e klanit të tyre. Ata mësojnë duke dëgjuar, duke imituar, duke ushtruar, derisa ti përvetsojnë sakt. Kjo është kulturë në kuptimin e vërtet antropologjik të fjalës. Por shkon edhe më thellë. Disa shkencëtar besojnë se kodet e balenave sperm mund të kenë sintaks, rregulla strukturore që lejojnë kombinimin e klikimeve në mënyra kuptimplota. Njësoj si fjalët që formojnë fjali. Nëse kjo është e vërtet, do të thotë se balenat sperm jo thjesht po komunikojnë, por po flasin. Në vitin 2021, studiuesit nisën Earth Species Project, duke përdorur inteligjencën artificiale për të analizuar mira o regjistrimesh të klikimeve të balenave. Qëllimi është të deshifrohet gjua, të zbulohen modele që njerëzit nuk mund t'i dallojnë dhe të kuptohet se çfarë po thonë realisht balenat. Ende nuk kemi arritur atje, por rezultatet e para tregojnë një kompleksitet tronditës, shumë përtej asaj që shohim te delfinët apo cetaset e tjera. Disa studiues mendojnë se komunikimi i balenave sperm mund të jetë më i sofistikuar se gjua njerëzore, jo për nga përmbajtja, por për nga struktura. Një balenë sperm e vetme ndikon jetën në të gjithë oqeanin, në mënyra që vetëm kohët e fundit kemi filluar t'i kuptojmë. Balenat sperm nuk jetojnë vetëm në thellësi, ato jetojnë mes botëve, të kuzhitur mira metra për të gjuajtur. Pastaj, të kthyer në sipërfaqe për të marrë frymë, për të pushuar, për të shoqëruar dhe për të kujdesur për të veçjit e tyre. Ato udhëtojnë në grupe familjare të lidhura fort, të udhëhequra nga femra më të vjetra, matriarket, që drejtojnë tufën përmes banesave të tëra oqeanike. Këto migrime nuk janë mbredhje të rastësishme, ato janë trashëgimi, rrugë të transmetuara nga gjyshja të nëna e më pas te këlyshi. Vija të padukshme të gdhendura në oqean, që ndjekin zona ushqimi, qerdhe në ujrat të ngrota dhe stret të lashta, ku këlyshët rriteshin shumë kohë përpara epokës së anijeve dhe motorëve. Me çdo zhytje që bëjnë dhe me çdo frymëmarrje që marrin në sipërfaqe, balenat sperm ndryshojnë oqeanin përreth tyre. Ja diçka që askush nuk e priste. Balenat sperm e fekondojnë detin. Kur ngrihen nga thellësia, ato sillin lëndë ushqyese, sidomos hekur nga ujra ku drita e diellit nuk arrin kurrë, drejt sipërfaqes ku jeton planktoni. Planktoni përbën themelin e zinxhirit ushqimor detar dhe prodhon rreth gjysmën e oksigjenit në tokë. Një balenë e vetme mund të nxjisë kapjen e karbonit sa mira pemë. Tufa të tëra balenash mund të ndikojnë ciklet klimatike me pasoja në shkallë planetare. Ato jo thjesht mbijetojnë në oqean, por edhe formojnë atë. Edhe në vdekje, puna e tyre vazhdon. Një rënje balene, zhytja e trupit të një balene të vdekur në fundin e detit, krijon një qytet në errësirë. Një balenë e vetme mund të ushqejë një ekosistem të thellësive për 100 vjet. Gaforre, ngjala, krimba, peshkaqen. Mira organizma mbijetojnë sepse një gjigant u fundos në humner. Është një nga transformimet më dramatike të energjisë në natyrë, jetë që bëhet jetë, vdekje që bëhet një botë e tërë. Kjo është arsyeja pse balenat sperm nuk janë si asnjë balenë tjetër. Balenat me flet ushqehen duke filtruar. Orkat gjuajnë me inteligjencë, por balenat sperm zhyten më thellë, qëndrojnë më gjatë, komunikojnë më kompleksisht, formojnë struktura familjare më të pasura dhe formsojnë oqeanin në mënyra që asnjë specie tjetër nuk e bën. Ato janë inxhinier, matriarke, gjuetare, mësuese, lundruese dhe kujtesa e gjallë e detit. Jepi një like kësaj videoje, si dhe klikoni butonin subscribe së bashku me butonin e zilës për të parë më shumë video të tilla.
Faleminderit për shikimin.